Në Korçë ka nisur edicioni 15 i kolonisë ndërkombëtare të piktorëve Ditë e Mios, një ngjarje që çdo vit mbledh artistë nga gjithë anët e botës për të krijuar vepra që frymëzojnë nga mjeshtri i njohur i peizazhit shqiptar, Vëngjush Mio. Pjesëmarrës në këtë edicion janë 42 piktorë nga Shqipëria, rajoni dhe shumë shtete të tjera, të cilët do të eksplorojnë bukuritë e Korçës dhe do të sjellin krimet e tyre të frymëzuara nga ky qytet dhe puna e Mios. Ovo će biti jedan pejzaž. Po pikturoj një peizazh, po në mënyrën time doja të dilje jashtë tradicionales. Është hera e parë që vi në Korçë dhe jam e mahnitur nga mikpritja. Unë vi nga Serbia dhe ndjem e lumtur që jam në Shqipëri këto ditë. Kam pikturuar që nga fëmijëria dhe jam profesioniste, që nga momenti kur fillova studimet për art. Vizituam muzeun e Vëngjush Mios dhe pata mundësinë të shoh disa portrete të mrekullueshme. Ai është një artist i jashtëzakonshëm dhe u frymëzova shumë nga puna e tij. Po, kjo është hera e parë, si kom marrë ftesën nga Komuna e Korçës, Bashkia e Korçës, gjithsesi nga kuratori Fatos Bilibashi dhe jam jashtëzakonisht e lumtur që jam pjesë e këtij projekti. Po sigurisht se vjeshta paraqet një ngjyra shumë, është plot ngjyra, plot jetë dhe plot shëndet. Prandaj sjell edhe frutet edhe artistit i ka sjell në Korçë, kjo është më e bukur e vjeshtës edhe natyrës. Unë ashtu e mendoj dhe akceptoj. Jo, unë luaj me bola zakonisht, mirë po koncepti krejt kësaj kolonie është Ditët e Mios, edhe unë kam menduar të marr disa motive nga qyteti Korçës edhe t'i paraqes në telajën time. Kolonia Ditë e Mios do të zgjasë disa ditë dhe në fund të aktivitetit veprat e krijuara nga piktorët do të ekspozohen si respekt dhe omazh për mjeshtrin e madh, ndërkohë që shërbejnë edhe si pasqyrë bashkëpunimit kulturor ndërkombëtar që po zhvillohet në qytetin e Korçës.